Po vitë që ramenin një notë, thesh që të bëjmë që t'ullim pak të këto spezat, shpenzimet, që kënë jo që argjën shumë lek njerëzit. Është për shembull ushqimi i qenëve, i mocave, i kafshëve, tyne. E ne thëmë që të bëjmë i qenë robot. Edhe do më thonë, këtu kurse ke kokra dhe ke përsyshe se shko 30-20 lek, thesi kokrave. Apo se më boj qenë sot menaze. Një kape, bubi, s'kape të dikon qenë. S'kape, bravo. Smergave, nejse, duhet të sukë, për gjithësësi. Edhe që të më thonë, kjo pa ka përcjell shumë lehtësime në shpenzimet e shportave mujore të kafshëve të shpjake, dhe më thonë, që të mos merrni më kështu kokra gjona, ose kocka ke kasafi lagjes, Ja hodhe më duket. këtë dhe më thonë, kjo s'ka nevoj. Maksimumi, fish karikusi do ky, shi, kape sjetë, e në mrepshen e përsh. Plus që ka dhe i gjo, se qeni normal. Kujdiet, ngullna i thomë, dhe të bësh tetanoz, këtu me bë tetanoz, kujdiet, si mund tjetë radha, në spital. Plus që këtu s'ka shnetësi. Për ne prepësim. Ajo sa doli tha ministre që s'do bëjnë mas analiza, jo më tetanozi që. Nejse, gjithsesi. Kjo do të sjelli shumë rritje ekonomisë shqiptare. Aty prej ka qepin. Faleminderit shumë që të gjithë. Edhe kështu do më thonë. Bravo! Bravo ik!